derisa ka filluar konflikti i armatosur, lufta në Kosovë 98. Kosova nuk ka ekzistuar. Nuk ka ekzistuar. Që në vitin 98, 99 gjatë luftës në Kosovë. E zbulun që ekziston në Kosovë, unë jo thesha të vërteta që nuk aty në si u pëlqejshin. Këtu edhe krimet ndaj shqiptarëve janë të prezantuar jo me ndjeshmëni, jo me drejt për drejt shmënim që është imazhi i fundit. Edhe këto unë s'po më Po jo, çfarë fakt, që aty jemi dakord. Çka ka qenë ky angazhim? Cila ka qenë se është folë shumë edhe është folë shumë jo për punën, po është folë shumë për pagën. Është kallzu çka nuk është, nuk është kallzu kur çka është. Pse nuk ja keni spjegu popullit, se s'keni reaguar se kur punon atë dikun është përgjes për ato që kanë paguar, përgjes ai që i pagun jo unë. E ke dizajnu një projekt për cilin nuk e din se çfarë handon. Jo, sa ato ja kum dorzu ambasador të zi shka është më me ta. E mira, mundesh më ju tregu sonte për shembull, cilat janë punë që i ka bëu Gani Jakupi si konsulent? Hajde të provojnë edhe këtë punë. Kur u kanë sulmin në Banjsk, unë ku mojt telefonin e kuq mes Madridit edhe qeverisë kosovare. Baza e civilizimit është gazetaria e mirë, baza e demokracisë është gazetaria e mirë.